Kush nga këngëtarët tanë ka bërë aksident dhe cilët këngëtarët tona po sillen me të njëjtën paruke poshtë e lartë. Këtë më së miri na e vërteton rubrika jone përjavshme e vërtet e pavërtet. Dafina nudo me body paint për 101 vjetor, kjo nuk është as pak e vërtet. Ndër shumë artistë që uruan për festën e flamurit ishte edhe këngëtarja Dafina Zeqiri. Telegrafi postoi urimin e këngëtarës së bashku me fotografinë e saj, duke shtuar se këngëtarja ka realizuar këtë fotografi kohëve të fundit me Fadil Berishën. Kjo e fundit është e vërtet, mirë po fotografitë janë realizuar para një viti për 100 vjetor e që ka qenë pikërisht Telegrafi që e ka publikuar këtë lajm, me 22 nëntor 2012, me titull Dafina zhvishet Koqeze. Nora e Elvana me paruke të njëjtë? Po, kjo është plotësisht e vërtet. Kultivojnë zhanër të njëjtë, por nuk është i vetmi detaj i përbashkët i Nora i Strefit dhe Elvana Xhatës, sepse në paraqitjet e tyre nuk dallojnë edhe shumë, madje shpeshherë janë parë me po të njëjtin stil flokësh. Përveç faktit që për flokët e të dy këngëtarëve kujdeset po i njëjti stilist, fshihet edhe një tjetër sekret. Her njëra e her tjetra kanë vendosur ta përdorin paruken që është pronë e studios së stilistit të flokëve Kaci. Bertan Aslani aksidentohet në Turqi. Ky lajm nuk ka asgjë të vërtetë. Shumë shpejt u përhap lajmi në rrjetet sociale se këngëtari shqiptar Bertan Aslani ka ndruar jetë si pasojë e një aksidenti të ndodhur në Turqi, por ky lajm viral nuk përmban asnjë dozë të vërtetësisë. Prive kontaktoi mikën e afërt të këngëtarit, Big Mamën, e cila demantoi këtë lajm duke shtuar se Bertani është shëndosh e mirë. Po të njëjtin reagim e bëri edhe vetë Bertani përmes rrjetit social Facebook. Njerëz të bukur, për respektin që kam ndaj jush, e ndjej si obligim që t'ju drejtohem me këtë shkrim, se aksidenti përfolur këtyre ditëve është vetëm shpifja apo keqkuptim i medjeve, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. E falenderoj Zotin që jam shëndosh e mirë dhe së shpejti do të keni mundësinë që të më ndeshni me shumë risi për ju. Këngëtari Aslani kohës së fundit është parë në kinematografinë turke në serialin Pes Yedili, si dhe ka qenë i ftuar në emisionin Boyaz Show.